Allahu Ta'ala në Kur'anin fisnik thot wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsarun. Kthehuni sinqerisht tek Zoti juaj dhe për ulni atij, para se të vijë dënimi e pastaj nuk do të ketë kush që ndihmon. Do të thonë kur vjen momenti i vdekjes, ta ka marr meleku i vdekjes shpirtin, mos lëm ndihmë me të ndihmu dikush. Po tek Allah, pas tek Allah mos lëm se ti s'e pendue. Nëse bën gabimin gjinohin, sigurisht 100% i sigurt dihet që Zoti ka me të ndihmuar. Nëse e bën gjinohin dhe mas gjinohit e bën pendimin 100% Zoti ka me të ndihmuar. Nëse e bën gjinohin, nuk je pendu tek Allahu, si ke kërku falë, kush ka me ta fal përveç Allahut? Nuk ka kush ta fal. Andaj Allahu na thret që ti përmbahemi mësimeve të tij, sepse në të kundërtën na vjen dënimi befas. Na vjen vdekja befas edhe ne nuk e dim, as nuk e mendojmë fare. Pra na vjen momenti i vdekjes ka se presën fare. Sepse ata që janë zhytur në gjunahe, në gabime, ju vjen vdekja pa e prit hiç ata, se nuk kanë kohë ata me menu për vdekjen. Por ata Allahu Ta'ala thot: "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adhabu baghtatan wa antum la tash'urun." Dhe përmbani jo asaj të mirës që është shpallur nga Zoti juaj. Përmbani mësimeve që ju kanë ardhur nga Zoti juaj, para se të vijë dënimi befas e ju mos ta dini fare apo mos ta paramendoni fare. Dhe ka prej njerëzve që tallen edhe thonë hajt më se ka kohë, hajt më se jam i ri, hajt më se Zoti e ka rahmetin e madh, mirë po Allahu një ditë atyne kur ja merr shpirtin, ata do t'i lënë të shtangur edhe të hutuar, edhe ata thojnë ja hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu la min as-sakhirin. Ahi mirë unë, ahi gjori unë, ahi shkreti unë, që kom lënë mangu respektimin ndaj Zotit dhe kom qenë prej atyne që taleshin që bëjshin hajgare. Ka me thonë njëri këta një kohë, po ma mire me thonë që tash, ahi mirë unë që akum bu këtë, se sa kur ta merë me leku i shpirtin, edhe në fund tash me thonë ja hasrata, ai miri unë, ai shkreti unë, ai gjori unë, që pas na bo, edhe jam talë, sepse shumë prej njerëzve le që nuk pendohen, mirë po, çka edhe talën, edhe bojnë hajgare, runa Zot me Zotin e tyne apo me fen e tyne. Prandaj vllazën, bëni punë të mira para se të bëhet vonë, dhe para se të vjen momenti kur nuk tipet rasti për me u pendue. Bëni punë të mira edhe pendonu para se më na një moment kur nuk do të mundemi me u pendu me bo punë të mira. Se besomni sikur nxënësat e dopt që nxënësat mençur, po i dopt kalon nota dobta, a pendohet kur të kryhet mësimi, valla prej 1000 me i marr 999 pendohen. Qishtu të Zoti këtë kanë me u pendue, që kanë lënë rastin, nuk kanë punu mirë në jetën e kësaj bote. Edhe çka po thot Allahu për ta në surën Al-Mu'minun, hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allahu thot e kundë njerit prej tyne i vjen vdekja. Ai i habitur thot o Zotim, Rabbi irji'un, o Zotim, kthem jetën e dënjas, jetën e kësaj bote. Për çka po thot? Që të bëj vepra të mira e ta kompenzoj ata që e lëshova. Do më kompenzuo që ato punët e mira që si kom bë. A ja mundson Allahu tash të vdekurit me unë gjallë edhe një herë, edhe me i kompenzu ato lëshimet që i ka bë? Jo. Allahu Ta'ala thot kella është kursesi, asesi nuk ka kthim mrapa. Pra kjo është vetëm fjalë që ky po e thot për me shpëtuar edhe herë dënimit. Ki po sikur njëri kon rrezik që e lut Zotin, si del në shpëtim, si të shpëton, prapë harron Zotin. E keni po njerëzit që lëndrojnë me anije ose me barka. Sa është qetë anija barka, kërkush si lutet Zotit. Në momentin që ka turbulenca, nëse kom drejt me çujt ashtu, edhe e shet që dallë këtë detit po qohen krejt aty njerëzit luten, se cilin atë besimin e vet. Apo na vjen kur janë. Një pjesë e madhe kanë frikë, një pjesë nuk kanë frikë absolutisht. Mi po janë do momente, në mungesë të ajrit, janë do momente që rregullohet do të thotë sistemi normal i funksionimit të avionit, edhe si të shtohet veç kur vjen vim me 10 apo me 100 metra të poshtë, edhe i lën pa fjalë, edhe
ata pilotët apo ata ekuipazhin i lën pa tekst edhe ata shërbëtorët ato stewardesat, i lën edhe udhëtarët. Edhe krejt në një mënyrë apo tjetër, edhe ata që i thojnë veti jo besimtar, runa Zot se ka do njerëz, s'dikush e shtin përveç shejtanit me thonë jam jo besimtar, ama kur të bjen çashtu avion e ka turbulenca, apo runa Zot vesh kur ti hif laka, a me mujt tash me kontrollu se cilën janë gjithë kanë kamerë të goja tina, se cilën lutën atë mënyrën e vet. Dhe fjala e fortë që kanë me thonë një zër e krejt, o Zoti jam, dikush oh my God, dikush o Zoti jam, dikush ja Rab, dikush në ato të vetën, po se cilën për afërsisht që to fjalë kanë me thonë. Në momentin që atërën mirë, shpëtojnë e harrojnë Zotin xhaleshanu. E harrojnë Zotin, sa që ka ndjerë që me njërë në raport, shkojnë e festojnë që shpëtun, me qka? Me haram. Runa Zotin. Andaj, du të pra me pas kujdes, edhe me pas parasysh, se këto momentet pa dëshirueshme na vinë, pa dëshirën tonë. Ta merë Allah i shpirtin pa të pyet ty hiç. Ta merë Allah i shpirtin në venet ku ti nuk je qef. Për ata du të me u mundu besimtari me u pendue sinqerisht.